Horoskopi ditor 15 shkurt 2026, dashi, në pjesën e partë të ditës, komunikimi me të tjerët pritet të jetë më i qetë dhe më racional. Njerëzit janë më të gatshëm të dëgjojnë dhe të zgjidhin keqkuptimet përmes bisedës, ndaj është moment i mirë për të sqaruar çështje që kanë mbetur pezull. Sot është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje mirëqenies mendore dhe emocionale, sepse mund të kuptoni diçka të rëndësishme për veten tuaj. Energjia astrologjike favorizon reflektimin dhe kohën private. Qëndrimi vetëm ose larg zhurmës së përditshme mund t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje të zgjuara për një konflikt apo situatë delikate. Kjo periudhë rrit vetbesimin dhe ju ndihmon të kuptoni më qartë çfarë ju nevojitet realisht. Megjithatë, në pjesën e dytë të ditës mund të shfaqet tension ose ndjesi presioni. Mund të lindë nevoja për ndryshime në çështje praktike ose në një misi. Shmangni vendimet e nxituara, është më mirë të vëzhgoni situatën dhe të veproni me qetësi, edhe nëse emocionet janë më të forta ose ka shpërqendrime, kjo ditë sjell ide të reja dhe mundësi për përmirësim personal. Lini pas zakonet që nuk funksionojnë më dhe guxoni të dilni pak nga zona e rehatisë për të arritur një nivel më të lartë kuptimi dhe zhvillimi personal. Demi, sot mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të çuar përpara planet dhe projektet tuaja. Energjia është pozitive, por është e rëndësishme të mos nxitoheni. Ecni me hapa të menduar mirë, sepse planifikimi i qetë do t'ju sjellë rezultate më të sigurta se sa vendime të shpejta. Gjatë ditës mund të takoni njerëz interesant ose të njiheni me ide të reja që ju hapin një këndvështrim ndryshe. Bashkëpunimet dhe diskutimet funksionojnë mirë, sidomos kur bëhet fjalë për zgjidhjen e problemeve që më parë dukeshin të vështira. Mund të ndiheni të frymëzuar dhe më të motivuar për të ndërtuar diçka afatgjatë. Megjithatë, në orët e vona energjia mund të bëhet paksa e shpërndar. Mund të ndjeni një përplasje mes ambicies për sukses dhe dëshirës për të qenë plotësisht vetvetja. Kjo mund të sjellë tension të lehtë emocional ose pasiguri për drejtimin që duhet të merrni. Këshilla e ditës është të shmangni reagimet e menjëhershme apo vendimet dramatike. Jepini vetes kohë të kuptoni ndjenjat dhe pasojat e mundshme. Ndryshimet janë të mundshme, por bëjini gradualisht dhe me maturi, pa krijuar konflikte të panevojshme. Në këtë mënyrë do të ruani stabilitetin dhe do të ecni përpara me më shumë siguri. Binjakët, sot është një moment i mirë për t'i dhënë vetes pak hapësirë dhe qetësi. Koha që kaloni vetëm mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë dhe të mendoni më qartë për të ardhmen, sidomos për planet profesionale apo drejtimin e karrierës. Është ditë e favorshme për të bërë plane të qëndrueshme dhe të menduara mirë. Mund të ndjeni nevojën të përmirësoni marrëdhëniet me njerëzit përreth, duke rregulluar keqkuptime ose duke forcuar lidhje të rëndësishme. Reflektimi dhe komunikimi i matur sjellin rezultate pozitive. Në pjesën e dytë të ditës mund të shfaqet pak tension ose shqetësim i brendshëm. Situata nga e kaluara mund t'ju shtyjnë të bëni ndryshime të nevojshme. Por kujdes nga reagimet e nxituara. Padurimi mund t'ju çojë drejt vendimeve që më vonë kërkojnë korrigjim. Vëmendja mund të shpërndahet lehtë dhe përqendrimi të bëhet më i vështirë. Një lajm i papritur ose ndryshim në plan mund të prishë rutinën, por kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Në vend që të veproni mekanikisht, provoni diçka të re, një mënyrë tjetër pune, një ide të re ose një njohuri të re. Kjo do t'ju ndihmojë të rifitoni motivimin dhe frymëzimin. Gaforja, sot komunikimi dhe shkëmbimi i ideve mund të jenë veçanërisht frymëzues për ju. Bisedat me njerëz të ndryshëm, dëgjimi i përvojave të tyre dhe ndarja e mendimeve tuaja ju ndihmojnë të shihni gjërat nga një këndvështrim i ri. Është një ditë e mirë për të mësuar, për të udhëzuar të tjerët ose për të forcuar lidhjet përmes dialogut të sinqertë. Mund të ndjeni dëshirën për të ndërtuar ura mirëkuptimi dhe për të afruar njerëzit. Më vonë gjatë ditës, ndryshime të papritura ose plane që nuk ecin sipas pritshmërive mund të krijojnë pak tension ose shqetësim të brendshëm. Kjo energji mund t'ju bëjë më të paduruar, ndaj është e rëndësishme ta kanalizoni në diçka produktive.
Nëse nuk gjeni një drejtim të qartë, mund të ndiheni të lodhur emocionalisht ose të stresuar pa arsye të madhe. Eksperimentimi me metoda të reja dhe provimi i diçkaje ndryshe mund t'ju jap ndjesinë e freskisë që kërkoni. Megjithatë, shmangni nxitimin dhe vendimet e marra në tension emocional. Duke ruajtur qetësinë, mund të arrini kuptime të rëndësishme për veten dhe situatat përreth. Kujdes edhe me premtimet apo angazhimet. Mos merrni vendime që mund t'i prishni më vonë, sepse pasojat mund të jenë më të mëdha se sa duken në moment. Luani, sot keni energji të favorshme për të zgjidhur mosmarrëveshje dhe për të arritur marrëveshje që funksionojnë realisht për të gjithë. Disa çështje mund të jenë delikate, sepse lidhen me vlera personale, kufi, ndarje përgjegjësish ose edhe me afërsinë emocionale. Megjithatë, ju keni aftësinë dhe maturinë për t'i menaxhuar situatat në mënyrë të drejtë. Çelësi është të qëndroni të hapur dhe objektiv. Më vonë gjatë ditës mund të lindë tension, sidomos me një partner, familjar ose figurë autoriteti. Mund të ndjeni se kërkesat e të tjerëve janë të tepërta, ose pritshmëritë nuk përputhen. Shmangni reagimet impulsive dhe mos u përfshini në energji të ftohta apo të ashpra në komunikim. Ndjenja për të ecur përpara është e fortë, por ndryshimet e nxituara mund të sjellin keqkuptime të panevojshme. Merrni kohë për të reflektuar para se të veproni. Për momentin, përpiquni të gjeni kënaqësi dhe qetësi edhe pa u varur nga të tjerët. Kjo do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin emocional dhe vetbesimin. Virgjëresha, sot mund të vendoset theksi tek pajtimi ose sqarimi i një marrëdhënieje nga e kaluara apo e tashmja. Çelësi qëndron në lënien pas të mënyrave të vjetra të komunikimit që nuk funksionojnë më. Nevojat personale dhe ato shoqërore harmonizohen mirë, duke ju ndihmuar të krijoni më shumë mirëkuptim me të tjerët. Qasja juaj e veçantë i nxit njerëzit të tregohen më të drejtë dhe më të hapur ndaj jush. Më vonë gjatë ditës durimi juaj mund të vihet në provë, sidomos për shkak të mendimeve të ndryshme, udhëzimeve ose kritikave. Nga njëra anë ndjeni dëshirë të fortë për të punuar, për të qenë produktiv dhe për të përmirësuar rutinën apo shëndetin. Nga ana tjetër, lind nevoja për liri, për të mësuar gjëra të reja dhe për të dalë nga rregullat e zakonshme. Një informacion ose bisedë mund t'ju hapë një mënyrë të re të menduarit. Mos reagoni menjëherë, merrni kohë për të analizuar situatën. Edhe nëse planet ndryshojnë papritur, përpiquni të ruani qetësinë, sepse nga këto ndryshime mund të dalë diçka pozitive dhe e dobishme për ju. Peshorja, pjesa e parë e ditës është mjaft e favorshme për të shijuar punën që bëni ose për të ndihmuar dikë që ka nevojë për mbështetje. Atmosfera bashkon mirë detyrat profesionale me kontaktet shoqërore, duke krijuar ndjesi harmonie dhe bashkëpunimi. Sot keni aftësi të forta për të zgjidhur probleme, sidomos në çështje që lidhen me punën, shëndetin dhe organizimin e përditshëm. Me kalimin e ditës mund të ndiheni pak më të tensionuar, veçanërisht në projekte krijuese ose në marrëdhënie intime, sidomos kur nuk është e qartë pozita juaj ndaj një situate apo personi. Pasiguria mund t'ju bëjë më të ndjeshëm emocionalisht. Këshillohet të ruani fleksibilitetin, mos u kapni fort pas mënyrave të vjetra, por njëkohësisht shmangni vendimet impulsive apo shkputjet e menjëhershme. Mund të ndjeni dëshirë për të ecur shpejt përpara dhe të mos pengoheni nga askush, por është e rëndësishme të largoheni me vetdije nga situatat që krijojnë stres. Nëse reagimet tuaja dalin papritur, merrni pak kohë për t'i analizuar. Qetësia dhe vetkontrolli sot do t'ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin dhe të shmangni tensionet e panevojshme. Akrepi, sot marrëdhëniet sentimentale përfitojnë nga një ndjenje ekuilibri dhe mirëkuptimi reciprok. Është më e lehtë të komunikoni ndjenjat dhe të gjeni një gjuhë të përbashkët me personat e rëndësishëm në jetën tuaj. Gjithashtu, kreativiteti është i theksuar, idetë vijnë natyrshëm dhe ju ndihmojnë të imagjinoni qartë atë që dëshironi të arrini. Planifikimi afatgjatë ose organizimi i një projekti mund të marrë rëndësi të veçantë sot. Vizionet dhe mendimet tuaja të veçanta tërheqin vëmendjen e të tjerëve, duke ju dhënë mundësi të ndikoni pozitivisht në ambientin përreth. Me kalimin e ditës, përqendrimi mund të bëhet më i vështirë, pasi mund të ndiheni të tërhequr në drejtime të ndryshme.
Mund të mos jetë plotësisht e qartë se cili është hapi i radhës. Një person mund t'ju surprizoj ose mund të shfaqet një energji konkurruese në familje apo në çift, duke e bërë më të vështirë qetësimin emocional. Mund të ndiheni të ndarë mes nevojës për vetmi dhe dëshirës për shoqëri. Qëndroni të hapur dhe fleksibël, sepse ndryshimet e papritura mund t'ju ndihmojnë të largoheni nga zakone që nuk ju shërbejnë më. Për momentin, përqendrohuni tek e tashmja. Shqetësimi i tepërt për të ardhmen mund të lodhë energjinë tuaj pa qenë ende koha për përgjigje përfundimtare. Shigjetari, sot ndodheni në një pozicion më të mirë për të forcuar marrëdhëniet familjare dhe për të krijuar më shumë harmoni në jetën personale. Mund të ndjeni dëshirën për të zgjidhur keqkuptime dhe për të sjellë paqe në ambientin e shtëpisë. Energjia e ditës ju ndihmon të analizoni situatat më thellë dhe të gjeni zgjidhje praktike për çështje që kërkojnë vëmendje. Është moment i favorshëm për të rregulluar detaje, për të organizuar plane dhe për të kuptuar më qartë çfarë duhet përmirësuar. Megjithatë, me kalimin e ditës mund të shfaqet tension, sidomos nëse studimet, projektet apo kontaktet sociale ju kanë marrë shumë energji dhe fusha të tjera të jetës kanë mbetur pas. Nëse keni marrë më shumë angazhime se sa mund të përballoni, stresi mund të ndihet më fort tani. Kujtojini vetes kufijtë tuaj dhe shmangni mbi ngarkesën, sepse shpërndarja e tepërt e energjisë ul produktivitetin. Frustrimet e mbajtura brenda mund të dalin papritur në sipërfaqe. Relaksimi është shumë i rëndësishëm sot, pasi tensioni mund të ndikojë edhe në gjendjen fizike. Edhe pse jo çdo gjë ecën sipas planit, fleksibiliteti do t'ju ndihmojë të përshtateni dhe madje të gjeni momente kënaqësie. Sfidat e sotme mund t'ju tregojnë saktësisht se çfarë ka nevojë për ndryshim ose përmirësim të madh në jetën tuaj. Britsjapi. Komunikimi juaj është më i qartë dhe më bindës, duke ju ndihmuar të shprehni idetë me elegancë dhe maturi. Është gjithashtu moment i mirë për të organizuar punët e përditshme, projektet ose studimet, gjë që ju jep ndjesinë e kontrollit dhe motivim për të mësuar, shkruar dhe ndarë mendimet tuaja. Njerëzit përreth vlerësojnë inteligjencën, drejtësinë dhe këndvështrimin tuaj të balancuar. Megjithatë, në pjesën e dytë të ditës mund të shfaqet një energji më e tensionuar që ju shtyn drejt vendimeve të shpejta, sidomos në çështje financiare ose sentimentale. Përpiquni të mos veproni impulsivisht, mund të ndjeni një përplasje mes dëshirës për siguri dhe nevojës për emocione apo ndryshim. Edhe pse përpiqeni të mbani gjithçka nën kontroll, dita ju kujton se jo çdo gjë varet nga ne. Një situatë e papritur mund t'ju ndihmojë të çliroheni nga një model që nuk funksionon më. Ndryshimet në plane mund të sjellin ide të reja dhe mënyra më të mira veprimi. Mbani mendje të hapur dhe mos e shtyni situatën përtej kufive. Energjia e shpërndarë mund t'ju bëjë të harroni ose humbni diçka, ndaj tregohuni më të kujdesshëm me detajet. Nëse një çështje ju lodh shumë, merrni pak distancë për të rifituar qartësinë dhe fokusin. Ujori, sot fokusin kryesor e kanë çështjet praktike, financiare dhe profesionale. Ju jeni në një pozicion të mirë për të zgjidhur probleme që lidhen me paratë, pronësinë ose marrëveshjet e biznesit. Intuicioni dhe aftësia juaj për të lexuar situatat ju ndihmojnë të merrni vendime të duhura dhe të organizoni gjërat me sukses. Megjithatë, më vonë gjatë ditës mund të ndjeni një tension më të madh për shkak të ndikimit të një kvadrati mesit të diellit me Uranin. Energjia mund të jetë e tepruar, sidomos nëse keni mbajtur brenda frustrime ose shqetësime të pazgjidhura. Situatat që ndihen të kufizuara apo rutinat e zakonshme mund t'ju duket të padurueshme. Dhe çështjet e shtypura më parë mund të dalin në sipërfaqe pa pritmas. Marrëdhëniet familjare ose atmosfera në shtëpi mund të jenë pak të tensionuara dhe mund të ndiheni të pakënaqur me rutinën e përditshme. Është një ditë e mirë për të gjetur mënyra të reja për t'u argëtuar dhe për t'u stimuluar. Vini re çfarë ju nevojitet për të qëndruar të angazhuar dhe për të ruajtur energjinë pozitive, sepse ky transit mund t'ju tregojë qartë se çfarë ka nevojë për ndryshim ose përmirësim në jetën tuaj. Peshqit, sot idetë tuaja priten shumë mirë dhe njerëzit duket se dëshirojnë të jenë pranë jush. Kontaktet e reja mund të jenë të fryqshme dhe t'ju zgjerojnë perspektivën mbi situata të ndryshme.
Kreativiteti dhe intuita janë të fuqishme dhe projekti ose puna juaj mund të marrë vlerësime pozitive nga të tjerët. Megjithatë, në pjesën e dytë të ditës mund të ndjeni tension mendimor, pasi ndikimi i diellit dhe uranit krijon situata sfiduese. Është e rëndësishme të shmangni veprimet impulsive. Mund të kuptoni më qartë se disa mënyra të menduarit ose sjellje që keni mbajtur më parë nuk po funksionojnë më dhe duhet të ndryshojnë. Dëshira për të ndjekur rrugën tuaj, veçanërisht në projektet personale ose mendimet tuaja, mund të sjellë tension ose konflikt. Kujdes që të mos bëheni vetarmiku juaj duke folur ose vepruar pa menduar. Nëse ndjeni nevojën për të çliruar nga një situatë që ju ndjen të ngujuar, bëjeni këtë me kujdes dhe planifikim. Tani është momenti i një ndryshimi të brendshëm. Çlirohuni nga zakone, bindje apo qëndrime që nuk ju shërbejnë më. Ndiqni ndjenjat tuaja, por veproni vetëm pasi të keni reflektuar dhe analizuar situatën me qetësi.